Me lejoj të filloj, të nderuar gjykatës, duke thënë që Hashim Thaçi është i pafajshëm. Kjo është piknisja juaj kur të filloni kuvendimet për marrjen e vendimit. Ne e dim që në këtë pikë ai ishte në procedurës ai ishte i pafajshëm, pasi ligji ju kërkon juve që ta prezumoni ato të pafajshëm. Mbesoni apo jo, kam dëgjuar kryetarë të tribunaleve ndërkombëtar të japin fjalime ku e keq kuptojnë këtë gjë. Ata thonë, konstatimi i pafajësisë nuk do të thotë që ne kemi thënë që ai është i pafajshëm. Kjo mënyrë mendimi keq kupton procesin e tërë të gjykimeve penale ndërkombëtare. Përpara jush keni 4 burra meshkuj, për cilët ligji thotë që duhet i prezumoni të pafajshëm. Ky proces është sjellur këtu sepse zyra prokurorit të specializuar ka ngritur pretendime se ata kanë prova që vërtetojnë për te dyshimit arsyeshëm se ata janë fajtorë dhe përledhoj për më shumë se 5 vite jemi të përfshirë në këtë proces ku duhet të bëjë verifikimi i zyrës së prokurisë specializuar të pretendimeve të tyre dhe për të parë nëse ata mund të vërtetojnë për këto pretendime. Ky gjykim nuk është një ekzaminim apo shqyrtim verifikimi i jetës së Hashim Thaçit. Kjo është verifikimi i pretendimit të zyrës së Hashim Thaçi nuk duhet të gëzojmë te prezumimin e pafajësisë, kur juve duhet të konstatoni se ZPS-ja ka dështuar, nuk ka arritur të provoj akuzat e saj dhe të arrinin në një akt gjykim shfaqësues ku të akuzuarit lirohen nga akuzat. Hashim Thaçi do të mbetet i pafajshëm siç është ligjore. Nuk ka ngritur pretendime se një dëshmitar në këtë gjykim është ndikuar. Me lejoni të shohim disa prej të shohim dëshmitarët ndërkombëtar fillimisht. Ju keni dëgjuar nga dëshmitarë ndërkombëtar të shumtë se Hashim Thaçi nuk dyshohej për përfshirjen e krimit lufte, ndërkohë që këto ngjarje po ndodhin apo zhvilloheshin. Ka dëshmitarë ndërkombëtar ju thanë se ishin në fakt të informuar për ngjarje në terren përmes burimeve diplomatike, shërbimeve të inteligjencës dhe të tjera, si dhe përmes përvojave të tyre personale përfshirë përvojat e tyre me Hashim Thaçin. Ju keni dëgjuar këtë për shembull nga ish asistenti i sekretarit të shtetit James Rubin, i cili ju tha juve se në punë të qershorit 1999 ai konkretisht hetoi pretendimet e bëra në gazetën New York Times në qershorin 1999 lidhur me Thaçin, kontrolloi, verifikoi burimet, informacionet të disponueshme që qeveria e Shteteve të Bashkuara kishte dhe nuk arriti të gjendë ndonjë provë që lidhte zotin Thaçi me krime lufte.